Liderët e partive shqiptare në Maqedoni kanë shprehur keqardhje për ngjarjet e dhunshme që përcollën protestën e Partisë Socialiste në Tiranë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti apeloi që në këtë situatë të krijuar partitë politike dhe qytetarët e Shqipërisë të ruajnë gjakftësinë. E drejt e çdo qytetari, e çdo subjekti, e drejt kushtetuese është që të organizohet, të shpreh pakënaqësitë, të bëj kërkesa, por jo kjo e drejt të shndrohet në dhunë, jo kjo e drejt të reflektoj dhimbje, ne na vjen keq dhe urojmë që të ketë urtësi dhe gjaktësi dhe të menaxhohet situata pa pasoja për Republikën e Shqipërisë, po edhe për gjithë qytetarët e saj. Edhe kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani ka shprehur keqardhje për ngjarjet e sotme në Tiranë, duke mos përjashtuar mundësinë që ngjarje të ngjashme të ndodhin edhe në Maqedoni. Duhet të bëjnë maksimumin tani partitë politike në Shqipëri të tejkalojnë këtë situatë, por gjithashtu, thash edhe një herë, edhe për Maqedoni, për faktorët kyç relevant politik, do të jetë një shembull se injorimi i problemeve nuk jep zgjidhje, por problemet duhet venduar në tavolinë dhe duhet zgjedhur. Opinioni shqiptar në Maqedoni shpreson se autoritetet zyrtare në Shqipëri do ta tejkalojnë me sukses situatën e krijuar nga Shkupi për TV Klan Isen Saliu.